tretë. Episodi për, sezoni 3. Me mbrëmë. Mirë se në erdhe, jemi Gogalari. Mirë se ju gjeta. Sot të do ta mbajmë qikë më kurtë. Majde të bëjmë në një gjithë tamam. është super tamam. Po vazhdo ti mo çke. Po pse kove Rock iki? and rolli. Kemi Kove? punë sot. Dhe muli. Kemi punë, ki sezon me se hapet. Me Me se rock and hapet roll. ki sezon. I sezoni hapet me filmin Identiteti Griopur. Ja, po. Të gjithë ata që na ndjekin, përshëndetje njerë, mirë se ju gjejmë. O ka që, bëna futu në live ti, bravo, vazhdo në live. Respekte, përshëndetje të gjithëve, jemi me Ruor Çelon, regjizorin e filmit Çelo. Identiteti Gri, dhe me Emin Gogalari. Aktivist. Aktivist. Gjë kanë 5 punë edhe në fund thonë jam aktivist. zoti regjizor, çfarë roli kishte në film zotria? I që gjithashtë, universal. Ishte për zërin, atë mbante atë gjën e gjatë apo jo? Gjën më të bukur që ka bërë gjatë filmit është që erdhi një profesionist që bënte filma në Tiranë, edhe mori letrën. Unë mblodhi njerëzit e hapi letrën, dhe t'i shpjegon të sa algoritma pasaj gjëra. U bu mua bëndi madh, por letra bëndi boqë, më kupton nuk u shkrua gjë. I kanë Ja, më. ishte një nga shtyllat e bërjes të filmit. Një nga shtyllat. Një nga shtyllat. Zvet zoti Emin. Një nga shtyllat që Ore, po shoh si pa qefa, nuk më pëlqen kjo. Jam Është një portret, është. jam me gjendje gripale. është të mor. Jam me gjendje gripale. Po ne janë në një ilaçon, ai jeni një paracetamol. Apo kemi pirë, hajde ta Kam vajtur tek përshëndesim Gramoz farmacistin. Farmacia më e mirë në qytet. Vetëm ai më bën derman mua sa që së murem. Mozi, Filloj. Ja gëzuar. edhe mbarësit ai në hapjen e sezonit. Ti s'pi gjë? Faleminderit, jo nuk pi. Është në gjendje gripale me të vërtetë. Është me gjendje gripale. E kam kështu bio gjendje gripale. Atë do ta përshëndesim edhe gjithë ata që na kanë dhënë donacionet, suportuar sipas mundësisë të tyre. Faleminderit Klejdit. Shumë faleminderit Antigonea. Antigonea. Çili klej dalikua? Jo, Kledi Shena, miku ton, Tha që kam muhabet me Bjornin dhe me Eminin. me Minko Me Galari. Eminin e prishe I thashun. Faleminderit shumë edhe Kujtos, Kujtimit, Kafe Poli, Kafe Poli do dali së shpejti diku këtu ajo reklama. dhe shumë shpejt presim dhe pse jo nga të tjerë. Bravo kujtu. Bravo kujtu. Ore, janë njerëz që suportojnë për diçka të mirë në qytet. Siç ishte filmi, që Të është të diçka e them një mirë. diçka në lidhje me Edhe- filmin për këtë çështje, Me që na filmin ka dhëmbur të Tegi dyve Agresori. shumë. Mua më ka dhëmbur, po atë se di ka dhëmbur apo jo. Po. Kur dolim që të merrim donacione, domethënë se më kujtove këtë çështje e sponsorizimeve, më kujtua Kujtua, tani Xhaxhi Kujtua, I Kafe Polit. Kontributet domethënë që na u dhanë se unë shumicën e këtyre firmave të mëdha domethënë me qenë se kam punuar me internet I kisha tëra në xhep. Po. Edhe I thom Rolsit, që çketi se di unë, dohemi të kërkojmë ndihmë tek firmat e mëdha, pse jo të bënim dhe reklamën tek filmi. Po si ka mundësi o burri veut, ka dhënë lek domethënë njerëz që ju duhen lek, njerëz që ju duhen lek nevojtar dhe nuk ka dhënë një centez asnjë firmë përveç Amitës. Kemi vajtur një për një të gjithë. Domethënë, thonë që I futët që ruaj të madhin se ruaj të voglën se e madhi e ruan kokën vetë, po të qenë dhe fare kështu domethënë, pa I ofenduar pa gjë, kjo është realiteti, ja të thotë dhe ai vetë, se ai ka qenë prezent domethënë, asnjë firmë kokër leku përveç Amitës. Dhe ndonjë biznes dhe biznese lokale sigurisht, po quajnë flasin për fabrikat e mëdha që janë në zonën e Dropullit. Ai na flasin çik gjatë, na flasin Pella çik jo gjatë. gjatë, jo, se nuk ka nevojë, emra nuk do të zëm në gojë, po Pella ishte në një nga firmat më të mëdha ja. Edhe I thash unë domethënë që lejta që në shtëvemi atje, domethënë nuk fleqojnë ata. Popullorçe. Kështu aty thau. E njëti mu kishte atje thau, po jo. Por e nuk fleqojnë I thash unë, mos të mundoj kot. Marrim I hedhim naf makinës, punon edhe ikëm në dropë, vajtu te firmat e tjera, më sa muaj. Ka mund. Mbaroj si E po. diun edhe si. Janë dy tha, po janë dy atë firma. Ai është më I mirë tha, kupton? Ai tjetri tha shik me nesër. Lemi atje presim dhe dera si. Si asa që prisnin në mosh, më kupton? Edhe doli dikush atje, si jeni dhe si kaluat mirë. Si jeni si kaluat I thaneve mirë. Ta mo shdoni ta. Kupton po këtu. Si shta them, Po nuk ju prezantua zotria pastaj apo e Po një. prezantua. Mos I kisha një punë pa bërës mbaja më, do të ka mundësi.
Po perla që pastaj domethënë, a nuk kemi nevojë sa për reklamat tuaja. Jo, po përveç valit të tjerë olës se mos i ngjerë qefi dikush dhe na kontriboi, një menaxher se mbajmë edhe kujt ja firme që. Ka kontribuar shumë, nuk bëjmë dot dallimin ai se duhet i lexojmë të njëra një. Po, e vërtet. Por që ideja që këtu që ç'janë domethënë që s'din ku të vënë parat domethënë dhe pse jo i ndihmojnë dhe me reklama nes, nuk u kollitën. Por që duhet seksuar që kanë ndihmuar gjithë Gjirokastra. Gjithë qyteti, po e vërtet. Edhe domethënë më mirë që nuk u ndihmuan nga firmat e mëdha, sepse domethënë kjo le të jetë një. Dhe jo vetëm qyteti, dhe diaspora, bravo i qoftë. Po bra. Diaspora të gjithë nga do i qenë çunat kanë ndihmuar të Le të gjithë. themi një indicje për të bërë gjëra të tjera domethënë, dhe për të kuptuar që gjërat kanë vlerë edhe kur. Shiko, kjo që nuk ndihmojnë të mëdhenj. një si tip zgjimi i Kulturor. pjesës kulturore, pjesës të artit. Po se Gjirokastra ka shumë nevojë domethënë. E kupton edhe se kush ke? Jo, po Gjirokastra ka nevojë shumë për kulturë dhe kjo ishte një nga gjërat Ka mos si s'ka. ishim të detyruar ta bënim, nuk është se s'kishte më ku të vente. Do bëj patjetër një nisëm kulturore. Por nuk është puna tek filmi. Po kush puna? Është tek filmi, se ne kemi bërë film se si u bë filmi. Se filmi më i bukur që domethënë se si u bë filmi, se ky është film. Video me fonde. Pra pas sken mo. Jo pra pas skenat e filmit. Film është ajo që bërëm, domethënë si u bë. Si u bë filmi është film, po se Po kemi si u bë filmi? filma, kemi bërë filma. Këtu kemi që mbrash, i thojem bashkëtim. E di si bë filmi? Jo. Thuaj çik për sa ditë u bë skenari një. Për 6 ditë. Po e nisëm këtu bash. Filmi bërë për 6 ditë skenari. E nisëm duke parë filma këtu. Edhe tek Kotoni, te Leli. Tek Leli Kotoni, po. Ja i sot i ngjetur. Edhe Vali rinte më shumë se Leli rinte vonë. Vali. Shkruaj shkruante ai, më kupton jo u lodha. Kishte edhe qyfira domethënë ziheshim në ambientin tonë. Bënde edhe pauzën. Edhe po me bukra e të gjitha vetë domethënë se i them unë do vemi tek Viktoria, domethënë se pa Viktoria nuk bëj. Te aktori. Kush i shkitha me një mua? Një te Viktoria jemi. Ja ka idenë sa po jo, dhe ne që vemi te Viktoria bëri një muhabet shembullor. Domethënë një muhabet që lë shumë domethënë. Lëmbresa nga mbrapa. Bëri muhabetin, ne se u vendosëm me Viktorin, pastaj e shpërndavëm skenarin për aktorët e tjerë, ma të thash. Edhe që në të gashëm të vinim, po ashtu kishin sa probleme. Po mirë, në rëndësishme është që u realizua diçka. U realizua. Ore do realizoj se s'bën si. Në shumë pjesa në fillim e pati shumë bërjes. pengesa. Pati pengesa sepse nuk, domethënë njerëzit e morën politikisht filmin. Domethënë, A goditën? po pse është ai bën ato ai? Bën ato ai. Emisioni radhës, më kupton shikonin atë dhe Zoti Bashkim. kush e di do na bëjnë. Është e frikshme domethënë mënyra se si konceptohet nga kromoshqilarët domethënë, por që ky është realiteti i Gjirokastrës. Jo, ajo për të tjerave ajo që vërtet domethënë se ke shumë njerëz donin merrin pjesë në film. Por vetëm nga Emini. Pjesa e zotit Kokaleri. Shikonin atë, më kupton, sikur qenë ata buldogët ai, më kupton, si ai Kangani që ka dalë këtu në pazar tani që e shohin te trëmbet, më kupton. Trëmbet, qire dhe ikin. Unë s'kam veç u bëm jam dhe pa dhëm. Pastaj ja, dhe më do t'i bëjmë thamë tani. Me patjetër. Me lekë e filmit tani do t'i bëjmë. Jo, vërtet, ato tek te filmin ku vajtën domethënë, se çfarë thonë që I kam fshehur unë në një vend, kam grapos, nuk tregoj. Nuk i tregoj tani lekë e filmit. Ti tregoj më vonë. ata ku njerëz nuk çupon ato lekë tonë. Edhe perla që domethënë se këta të gjithë që nuk pranuan në fillim, pastaj u ofruan të gjithë domethënë. Të vide unë. Si kanë dëgjuar shumë kritika për filmin. Ke marrë kritika ti? Plot. Kritika. Po. Po ne i vetë si shqiptar jemi Kritika njerëzit e Për cilën kritika. seri tani? Për dy seritë e para, sepse siç e dim janë dy seritë e para, seria e tretë shfaqjet së shpejtë do të xhiruar. Po për dy seritë e para kritika më e çuditshme që kam dëgjuar ka qenë ç'ne ky film në Gjirokastër për drogën, për intrigat Gjirokastra. Ç'ne, këtu dhe spihet fare në fund. Gjirokastra mbahet për traditë, për mikpritje, pse duhet të jetë në mes. Shiko, do ta dish të vërtetën pse u bë filmi domethënë në atë mënyrë? Shkurt fare? Po. Domethënë se nuk e di njeri këtë, asaj nuk e di këtë. Neve ishim në një rreth shumë të ngushtë, domethënë që sapo vendet e po ngushtohej. Tani kur thua ne Gjirokastra për drogën, më kupton, unë se kuptoj si e bëni këtë pyetje. Jo, ma kanë Në bërë. Gjirokastër. Sa ata si e bëjnë domethënë Jo, sepse ma vjen përshtypja me njerëzit ç'ne Gjirokastra vërtet këtu s'njihet as droga as gjë, ne jemi vendi kulturës, nuk përpara se Penës. përpara se të fillonin filmin domethënë, duke qenë konsumator,
të substancave të ndryshme. Dhe Duke qenë, thuaj. Duke bërë muhabet me atë zotrinë, domethënë, atje mora spunto, nuk kupton për ta futur, po nuk i dash atë rrym tamam. Edhe ato janë gjëra reale, domethënë çka filmi janë gjëra reale që kanë ndodhur. Dakor, po Hiq atë bombën. Shpërthim. Jo të gjitha janë reale, se nuk i bie Shumica. që dhambi bie këtu kilet tani, se nuk Jo. tani Qerimi. Qerimi Igli Kokalari është doktor, po nuk do me thënë se vete në spital i bën përzierje aty. Jo personazhet. Unë thash spuntua nga humor. Ka bazë të vërtet, por që shumica e gjërave janë dhe të trilluara. Po jo, pyetja që domethënë kritika që ç'ne me drogë Gjirokastra. Ç'ne, po kjo më bë Gjirokastra për shembull është sa ambulant ka, se ti ke më kështu këto domethënë si më. Ka Gjirokastra nuk shihet për këto gjëra, në vendi traditës si kulturë, turizmit, elitar, kemi Nuk ka drogë. arkitekturë, kulturë. Ore drogë ka apo s'ka? Drogë ka në tre anët, po ç'lidhje ka ajo? Droga një Varet botë. sot thua ashtu se tani në mënyrën e konceptimit të drograve sot edhe buka që hahet në qoftë se ha më shumë na zhuar dhe ujë po pive të përcet qeliza se vesh ke njeriu deri në 1 litrë gjysmë po orore ka mundësi. Mos fillo me këto ritet pagane dhe lutem të satanajt se nuk të durojmë dhe dot, më kupton? Vazhdo tani më poshtë. Ke vjetë tjetër zotri se i ka unë. Tani po jo, po është e bukur, a di ku është e bukur e filmit? Skena e parë që është xhiruar në film ka qenë vetë prezantuesi i podcastit Experiencë Gjirokastra. Dhe ajo skenë është bërë, po kemi Ajo me 4 gur, herë se ajo me një gur. herë një herë kishte lume. Një herë kishte kamera Ishte kishte unë dubluar. ditën siç duhej me atë, domethënë Iston. kisha vëneson siç duhej. Pastaj Një herë atje s'ponin mikrofonat. Një herë vajtëm diçka kishte pa, kemi bërë 3-4 herë atë skenë domethënë. Enë të tjesoni që thoshte se tha mirë, më kupton? Po nuk e tha mirë, Nuk e po, tha mirë. që pjesa tjetër. Ki që i pari, ti ishe prezent Po, vetë. po, kishte 3 me herë. pa. Jo, unë jam, po mua nuk e di pse më sollët prapë mbrapa, ose ti regjisor, isha mirë në Itali. Gestin u bë e Ti tani do madhe. vish më mirë dhe e treta tani, po se e treta ka surprizë. Jam më i aktivizuar jashtë shtetit apo E treta del në orgjin këtu në shtëpi. Shtëpinë tënde nuk kemi jashtë shtetit, ne. Po ishtë mo ik nga do që të vesh i rrethuar. Ore u kënaqë një moment. Unë që jam i jashtë me këtë. Vetëm një gjë është vendosur domethënë çdo bëhet me fatin e gazetarit dhe e treta se ka shumë kërkesa, kupton? Mbaj mend që Koçon Lere Koçon, jo, me gazetarin. Gazetari. Po Koçu asa Ta- në kjo se Gazeta, po aty ka disa gazetar, se ka vetëm një. Gazetar një është. Gazetar Miro. mashkull. Mashkull. Një pyetje. Po çon varet qofse mini që shtylla, Koçua kush je në film? Koçu ajo i betoni po shtyllës, nuk kupton që E ke parasysh që këtë shtyllën e korrentit këtu në pazar? Ajo që është Ajo kështu. që është si shuli domateve. Ajo është një shtyllë që mban korrentin kryesor në pazarit. Te kabli. Është trefazora që është ai ku di unë. Kabulli i korrentit elektrik. Njëra shtyllë është kryesore që e bën, tjetra mban shtyllën. Ai është Koçua Koçu. për shembull, shiko. Koçu e tërheq. Po që të mbash shtyllën është proces më i vështirë se sa të mbash përsipër kablin e korrentit në këtë rast. Sepse Por- duhet që patjetër të ketë një shtylla. Ka që rëndësishëm. Jo, shko, përpos gjithave, Shiko, unë sinqerisht dua t'i përgëzoj organismin. Jo, ti faleminderit shumë. Si zoti Emin, zoti Çela. dëgjo. Për te Është një gjë, jo, për te Jo, shakave, ato- sinqerisht. për te shakave, domethënë, është një Ato u pa në kinema do ato Për te pyetje. shakave Është është një një diçka Da që efekt. nuk është bërë në asnjë qytet tjetër i Shqipërisë. T'ju vej turp dhe ja zëk ju qoftë dhe mbase ju ha mollofrënca të gjitha mediave që nuk janë afruar vetë këtu dhe të na japnin mbështetje siç duhej, që ta bënin bujë të madhe në gjithë Shqipërinë që djem amator. është bërë si Të katë. mbledhur dhe me aktor profesionist si me zi i gjetëm, me mishe me shpirt. Me amator, po, jo me profesionist. Me amator, me të tëri kemi gjetur me mishe me shpirt. Hedhi Na do ka t'u dal bret ku do me thonë. Hedhi do t'u Ju dim. vej turp këtyre medjave, mbase ju ha jo vetëm mollofrënca apo dhe frëngjuzi, që nuk keni ardhur këtu të na promovoni, domethënë të vini të vetë pa ju kërkuar ne, sepse kjo është një event që është bërë që Sikur nuk që e ka se bërë mori. njeri në Po jo të Shqipëri. gjitha, mo kanë ardhur. Thirrje publike. Po nuk kanë ardhur se i kemi kërkuar ne dhe kanë ardhur prapë, kanë ardhur domethënë me Jo i kemi kërkuar ne s'kemi kërkuar, që i ka Po kërkuar një pjesëtar i ka filmit. ardhur, ka kërkuar dikush dhe Po. kanë ardhur prapë me si është ajo shpreja Hoxh Bishmani. Po ka lajme më të që bëjnë më shumë Mund të ketë shëdoj, po në këtë rast domethënë të gjithë e morën vesh, nuk e di domethënë. Nuk di se çfarë të them për të, po jam shumë i zgënjur nga kjo pjesë domethënë, sepse përveç të gjithave dhe ne kishim nevojë, qoftë edhe për studiot kinematografike që të kontaktonin me ne, të bazuar nga emisionet që mund të bënin mediat, qoftë siç bëni ju podcastin, të kishin bërë një emision
televizionet lokale ju e lujon njerëz, se nuk ekzistojnë fare, po. Të paktën e kombëtarët, sepse është një diçka kulturore e cila është shumë e veçantë dhe dëgjojmë vetëm aksidente rrugore e ku di unë se në një gjë tjetër. Kurse në këto raste ne jemi shumë të vakët tek pjesa kulturore, domethënë dhe është e turpshme. Vërtet pjesë njerëzit miq tanë që jetojnë diasporë jashtë edhe në Tiranë. Si është tecuria e filmit në Tiranë, do shfaqet apo jashtë qytetit Gjirokastës, në Greqi? Do vemi në Tiranë, në Athinë, në Vlorë, domethënë që kemi bërë disa biseda tani të lëna pezull për arsye sepse duhet mbaroja treta dhe të shfaqet këtu. Po para se të kalojmë atje, domethënë se bënim humor, pra që u bë ai film, domethënë meritat më të mëdha, domethënë që u bë ai film janë të grupit, domethënë që punojnë në kushte, jo në studio, në kushte shkerzore, në kuptimin. Jo, shkerzore janë kushte sepse kemi të rrezikshme që punon mes të shiut. Shiko, kemi xhiruar domethënë, pra, siç të thash, Bjori, Soni, Koçua dhe Emini, domethënë Koçua hyri me vonesë. Bjori që më disa raste ka qenë dhe Emeni tek skenat që u bën në ka qenë dhe Emeni dhe në Virua ka qenë në disa gjëra. Edhe në Greqi, ajo që ishit në Greqi. Se dhe mund ta harroj, domethënë, po të gjithë kanë punuar frikshëm dhe me pasion, domethënë kjo gjë kryesorja. Dhe pa kokër leku. Pa kokër leku sepse kështu që grupim vullnetar. Dhe që 2 vite para ka. Pastaj kishte edhe Perla, më kupton? Perla kishte për shembull ku kishte skem për xhiruar në autobus, më kupton? Edhe priste autobusi që xhiroje se kishte lënë 12. Edhe për shembull nuk ia zgjuar operatori i zërit na gjumi, më kupton se natën kishte një dasëm për shembull, më kupton dhe përshëndetje të tonë shtëpisë. Kishte edhe në këto, më kupton, ose kishte Po mirë, gjithsesi kishte ku diun, kishte kur aktori kryesor domethënë kishim lënë në orën 7 dhe kishte kur Janina, më kupton. Regjisor që kishte gjetur zonësusin, e kishte gati. po Jo. Në dorë të Si është shtylla që vajzja. Për te humorit, domethënë puna në gjysmën e parë të kohës, domethënë se pastaj në gjysmën e dytë ja dha duart varë e krijoi, domethënë, po në gjysmën e parë të kohës ka qenë shumë e bukur puna me atë, sepse ka qenë punë me debat, më kupton? Edhe me ngacmim. Por që punë e bukur. Ore që domethënë patjetër që kishte debate ngacmim dolëm në rruga, domethënë. Dhe u afron këtu fara atë ditë me bira, kush ka bërë ndonjëherë film, kush ka prekur kamerë me dorë. Unë domethënë se çepër të seri e parë me zërin e mikrofonit. Morëm mikrofonat, gjeta njën atje, bëjnë këto, bëjnë, meri. E di unë. Nuk morëm këto, dalun tani unë pa prekur kur një jetën ti me mikrofonat, domethënë me bume, me si quen ato shotgane. Ki pa prekur kur kamer me dorë, dil nga rruga domethënë, dil nga sheshje, dil atje në rrugë e filmota. Pa tjetër do kishte probleme s'listohet atë. Por, duke marrë parasysh, këtë lloj gjëje që nuk ka prekur njeri domethënë asnjë do pa isje, mo që në të parë. Ore, sot I morëm, si vjen në punë, ti baterit ndizi, fillo. Përveç kamarierve, përveç kameramanëve, jo, s'ka me kamerin që ajo në kësa me që nuk dinim, nuk gjithëm do një që pjesë në italisht. Si ja bënde aj. Salve benvenuto. Salve benvenuto. 4 orë si qëtëm një tip që gjithë. Unë kur, se unë s'kam lidhje fare, jam I jashtëm edhe kur e pash ditën e parë, gjëja që më bëri më shumë përshtypje, më pyesin të tërë për gestin, ore, a kush ai që hedh limon, ai limonit. Hedhi limon. Hedhi limon. Edhe në sallë qeshnin gjithmonë sa herë që qeja pjesa. Ajo më duket se si e fare në skenar, futi kina vetë jam duket. Jo, dale sekundë. Jo, nuk që në skenar unë thash në fund, po nuk që në skenar, po thuaj një gjë më tha mua tek. Duhet të thosh një diçka për mbrojtje, është të them hedhi limon. Nuk kupton se duhet të thënë një gjë që të bëj sepse janë bërë shumë skena që janë xhiruar dhe që nuk u shfaqen në film, për shembull, domethënë janë materiale. Te episodi 2 ajo më pëlqeu mua mbyllja që kishte vënë të gjitha ato backstage-et, ajo je per. Ajo ishte janë shumë pak sepse ka shumë domethënë janë në fund fare. S'kishin Jo, erdhi na mbajti vetë edhe unë do ikja si shumica aty, po që kryevepër e qeshur atij të Qilos. Ai që është I Dorianit, çash, shuriri. Ai që kryevepër fare me lot. Qilua është Dajkua në film. Dajkua. Nëse ai që thot, si thot Qilua? Në gra. Po dhe Xhaxhi Keli që bër aktor I lindur. Mikeli në Ndec janë 105. Në Ndec s'mo. Po. Shiko, për te Keli është aktor në jetë reale. Sa seriale ke parë në këmbë aty te kompjuteri I thash me mafje. Keli kish vetëm një kështu domethënë gjë të bukur që puron domethënë Ndeci më kupton dhe e ka akoma atë punë. Është akoma gjithë e bukur. Nuk e ka, nuk e që ditë bëjo gjithmonë.
Ore, po Po që unë do t'ju rekomandoja, domethënë, me që jemi një podcast me që fillua, duhet ta bëni patjetër me Viktorin. Po. me Viktor Qaro. Qaro, një Zhustin. Me Viktor Qaro. Po dhe Zhusti po na erdhi, dëshim një vitur. Respekt. Ti Blero, Jo, ore Blero, një pyetje kam për ti se ju na bëni pyetje ne. Po miro, erdhën të gjithë në film, kërkesat janë pa mas. Ti ke qenë nga të parët që Ti kam refuzuar, edhe kam refuzuar. Jemi afruar që të vije në film, tani ke refuzuar se je tip Dallkauku, do me thonë dhe tip Dallkauku dhe nuk e ke qef dalje në kamerë se këtu nuk kam Jo, më në kamerë. ka emisionin e tij, nuk mund Po të prekset me. çfarë të ka penguar apo çfarë që është shtysa që nuk e ardhur ti apo se këtë nuk e kuptoj dot dhe nuk ai do ta kuptoj. Derisa ke bër Vox, si quhen ato, Vox Pope. Vox Pope bën Po qenë para filmit. Të vinë të gjithë në film. Dhe të ishin atë parët që të mohoje bashkë me Çavin, unë nuk e di. Më thuaj arsyeën. Jo, nuk- Çavi do ikte dhe nuk e mirë të do të përshtypër ta ndikte. Shiko, nuk i interesojnë shumë njerëzve këto, domethënë. Kurse unë jo re për arsyeja ime kryesore ishte se unë kisha një Kishte periudhë punë. deri në I kanë ca njerëz. qershor korrik, që kisha 3 gjëra shumë të rëndësishme që duhet i mbyllja Po pak mirë, do tjetër. vishte ki treti po të ndryshoj skenarin ai. Tani më parova, tani s'kam asgjë për të bërë në Do jetë. me thonë do të vish në film. Jo, Jo, në jetë s'ke për të bërë Ore gjë, në jetë ke film për do të të gjëra. vish tani tek i treti apo jo? kisha që diplome masteri që diku të 6 muaj Lej punë. diplomat budallë që Asgjë je, s'është gjë e vogël. Mos Po e le ke më përgjigje. tregon mua tek seria 3 do të vish. Po si do të vi për shkak. Po një moment pa. Jo, Po më pjetësh mua njëri, Ashtu. Do të vish apo jo? jo, vetëm nëse është roli specifik, për shembull, që është një gjë s'ka lidhje me Jo, po është roli specifik se s'e kuptoj. Ore, Ti mund të thuash a është po, bërë po filmi? duhet që të jetë roli specifik. Se ti thua të kundërtën olla. Do të vish apo jo? varet nga roli, varet Po, nga ku roli. mos arqu? Varet nga roli. Ja ku e ke. Po se unë për shembull Bërgjet. nuk mund t'i bëj të gjitha. Ore menja o Rolls. Po. Kemi ato skena për të bërë. Janë pak Me plus 18. Ai që është në banjë. Menja është fix individi për këtë punë. Po pranon me një? Menja, Po. menja atë do. Pa foli? Ti dali nami. Pa pyetje. Menja do vishu? Do vi. Çarkoj. Ka të skemë më me atë djalin që jeni domethënë të LGBT se. Nuk besoj se ke problem. Do bëjmë do fillojmë serinë e 4, më duket. Po kupton? Bëj Jo, kimi po tre. menja do një seri më vete, po kupton se ka punë të gjata. Nëse më Blero, shiko, ajo humori që bënte ai faktikisht, ai aktori që mos ja zëm emrin në gojë, domethënë, që vërtet i madh, domethënë, se i thash unë mund të takojmë pak, i thash. Për momentin jam shumë i zënë, më tha mua, më kupton, kam shumë punë, se jam në shfaqje, kam shfaqjen, edhe zbresim më të poshtë, unë e dija ku që. Jo s'besim të poshtë, i kemi të lartë. Jeki më të lartë, më falë, unë ngatrova. Edhe vemi tek lokali, tek Radio Gjirokastra, atje, më kupton, edhe kjo aktori i kishte shumë punë, domethënë. Gjoli, domethënë, Varda, më kupton. Varda dhe që Punë është dhe hap. Tani Gjolla plakatori nuk e dim, po që Shiko, letra, po. përveç Viktor Qarës, domethënë, asnjë tjetër nuk na mbështeti. Në aktorët. Domethënë, Na janë profesionistë. kontaktuar të gjithë dhe Fane Bita, i cili na u ofrua, domethënë, për të gjiruar vetëm një skenë, domethënë, pa mundësi për të qenë prezent, se nuk jeton këtu, Po që dhe nuk. ikonike edhe ajo skena. Ajo që e bukur. Që e shumë e bukur. Dhe skena që e bukur sepse qende këta qytetarët shok. që këndonin, Rolandi. Alvarua, Rolandi dhe Joti, domethënë që i jepnin. Domethënë ajo dinastia Shengu. Ajo që e fiks domethënë një gjë profesioniste, nuk mund të quaj amatore ajo. Domethënë ajo s'kish nevojë për. Ajo që si rikrimi i asaj të Çerçizit e filmi. Bravo, e. Që një rikrim, po 40-50 vite më vonë. Ajo pjesa e Çerçizit. Një nga zbulimet e tua, domethënë, në këtë film ishte Koçva si aktor. Sinqerisht mua më ka impresionuar shumë aktrimi i Koços edhe, nuk e di. Shiko, Koçua është vital si person. Është aktor. Dhe unë domethënë te Koçua kam besim për 2 arsye, jo vetëm për një. Një e para domethënë se e njoh shpejt, po 2 e dyta domethënë sepse të qëndrosh për një kohë të gjatë me Emin Kokalarin dhe të jesh akoma në gjendje, më kupton, ka diçka domethënë që prodhon trupi që Koçua në fillim nuk e nisi sakt, domethënë e nisi shumë keq muhabetin. Koçua është Po, artist në radhë të parë, mos e. Nuk e vënë dyshim. Është violinist. Është i E bie ka artin, domethënë artist olla, ç'lidhje ka ajo? Ku e ka violinën?
Violinën e ka në shtëpi. Një e ka tek Stavri, Jo një tani, mo një ka, një violinë. ka 2 violina. Ka 2. Ka 2, një e mbajmë kur e marrim ne. Je i bini. Që i bie. Tjetën e ka tek Stavri që i rregullon telat. Stavrin e përshëndesim se ka hapur edhe një editi. Përshëndetje sa. Në Gjirokastër Stavri Lula ka hapur një kështu dyqan që rregullon lavatriçe, Mos e kompjutera. thuaj. Kompjuter mo rregullon Po vërtet. kjo është për Rregullon mua kompjutera, gjëra ndryshme. me gjithë ato art që ka në duar ai tani të merret me lavatriçet është Shiko, tregon që jeton edhe në vendin e gabuar. Ti e di që Stavri të qishe siri i bëndora? Dakor, po unë e kam pa, Do po të me të bëj një bilardon. shpina fillimi deri në fund, nga Por e- themelet me me beton, me bilardon. pllaka, me çdo gjë, me bilardo te Tomi Fili, Bilardo aq e kryevepër. me muzikën që ka bërë vet, me kompjuter, me çdo gjë mo. Prandaj them që këtë ne jemi një grup artistash që bashkëpunojmë me njëri tjetrin, her pas here për shembull ne vemi që takohemi me Koçon se te Koço që muhabeti, takojmë me Sami dhe bëjmë këto dialoget për të ardhmen, domethënë për pjesën Bëni plan, bëni plan. kinematografike, kulturore. Dhe jo vetëm. dhe pyetja që mund të bëhet i pas kësaj atje, domethënë mund të thoja që cili është sekreti, më kupton? Që vazhdoni. Cili është sekreti, që ri binomi, domethënë trinomi. Jo, Trinom, është sinqerisht, çela edhe një herë po ju them më ka Mos pëlqyer. qa, mos qa. Le ta Mos u prek. Më ka pëlqyer edhe përshtatja e personazheve me rolet, sidomos Po jam Fationi. po, unë jam Fation Kazma, rolin për shembull e ka qerë, dhe Fationi. Në burg. E diti për shembull i Fationi është zgjedhur për rolin një ditë para xhirimeve. Një ditë para xhirimeve. Po. Po pse kush e kishte në plan rolin e Fationit? Qenia 4-5 veta, po ai që rol kryesor, na domethënë. Që janë Po, shkruar po, të gjitha, roli ose ne Fationit banim ishte- banim ditar që janë shkruar. Që ato. është si të- që aktor kryesor, domethënë edhe ja bërë propozim një 5-6 vetave të cilët janë të tërë dakord, po kupton? Plus edhe Dhambi Margariti. Edhe në fund qerimit. nuk më kish vajtur në Dhambi ka luajtur edhe në herë tjetër në film. Dhambi ka luajtur i vogël, Po, po. ka luajtur i vogël. Edhe Doku që e la shumë doktori. Ja. Plus Tjetër edhe nivel. Dobje. Doktori është universal, ose është i këngës, është i filmit, Tjetër është i nivel. tavolinës. Ajo skena Shiko, në ata që Antigone, dhanë, domethënë pa i seleksionuar njerëzit, domethënë Majli kishte një rol. edhe goca të mirë, gjitha ishin. Bashkë me Anën, Majli kush ajo flokuqe. ajo Flokogja, bashkë me Anën, i ka bërë të verdha tani. Edhe Arieta Kokalari. Edhe Arieta. Arieta, po, po. Ishte domethënë në rolin e Që gati në të qarë në çdo moment. Gati, gati, Sa gati. sa Qante te deka domethënë bëre një sken që nuk e xhirua vetëm një herë, e xhiruan domethënë se u emocionua shumë që gjendja. prisnin Që përgjigjen. prisnin përgjigjen dhe domethënë që e vërtet Arieta domethënë që e befasi. Se normalisht domethënë ne s'kishim bërë një nga këto. Në anonime. Pastaj ja, jo. Po me lejet e këto skena në Dogan për shembull dhe këto si që e vështirë ti mirë apo? Shiko, për sa kohë domethënë që u mor vesh që ai që në ndim të këtij filmi, asgjë nuk je vështirë. Asgjë nuk je lehtë, më kupton, që çdo gjë domethënë që jo, që janë komplet të mbyllura. Çdo derë domethënë që e mbyllur me përjashtim të Shikoj, ke gabim. Një minutë ta mbaroj. Doganës na ndihmuan. Po ja pra, ta mbaroj. Të Doganës na ndihmuan, po jo për meritën e njërit apo tjetrit, domethënë Doganës na ndihmuan dhe e realizoi Llambi. Nuk Do ka të thënë rëndësi, që- nuk ka rëndësi kush e realizoi, ata u treguan dashamirës. Ata u treguan shumë dashamirës, por u treguan dashamirës domethënë për arsyeën sepse qenë si ka tani Nuk mos. ka rëndësi arsyeja mo, ideja që shiko vështirësi. Domethënë me ti që krijesori është me ti që ndjen mbyllur kudo, më kupton? Po, shiko, Pse kështu, e vini Jo, po shiko, ki nuk kupton diçka. Modeli i Dhe qytetit. ki nuk kupton diçka, emocioni më i madh dhe kënaqësia më e madhe është të bësh diçka që është e vështirë. Kur të thonë jo, është Tano Kariti. Thjeshta, ku është e bukur atë thjeshtës? Jo, po. Nuk ka emocion, nuk. Ore kjo është si puna e një femre që të futet me pak e feminizmit tani. Aha. Po të vesh për shembull të bësh një bisedë me një femër e Suspans. pëlqen, është një femër. Suspans, zërin, më të lutem, më. Që të njihesh më shumë. Pi kafe të thot po direkt mirë. Ç'këtu s'ka si kuptim fare i Po ç'pyetje i bën ti që të thotë po, se varet pyetjen që i bën. Ke veshu kë put sot. I thua ti? Është një pyetje aq. Po. Prap, si do qoftë që të jetë mo, e marrë unin e femrës si një vështirësi të një ane artistike, se është art. Femra për mua është art.
Të vërtet sumër dhe sa i mirë je. Ja i mirë. Duke marrë parasysh këtë gjë. Ky është e mirë. Patjetër që Këto janë muhabetet e me violinën në dalë. dalë. Krijuar vështirësira. Përballimi i vështirësive është gjëja më e bukur që njeriu mund të arrijë. Kjo është për mua kryesore. Po kur është e vështirë vetë skena, nuk ka nevojë të vështirësohet më shumë akoma. Për shembull, ku ne e dim që do të çmendemi në dogan 10 orë, më kupton? Nuk ka nevojë të vështirësoj dogan, apo nëse çon si ka. Patjetër. Ne doganën Kënaqësia që merr në fund. Neve e falenderojmë shumë, domethënë, dhe i falenderojmë shumë të gjithë që na ndihmuan për të punë. Edhe Shpresojmë sukses në seri e tretë. Kemi Sot- tjetër. Episodi 3 ka sot ndonjë Spartangela surprizë kështu bë pyetjen. që duhet ditur, t'ja lëm si spin. Si. Episodi 3 është komplet, domethënë, zhvillim aksion, domethënë është mbyllja e filmit dhe është Vdes ndonjë person i goxha rëndësishëm. i ka dhe vdekje. Po, vdekje tani. Mos është i gazetar, apo jo, ndaj bash atë unë. Po nuk është problem fare ajo mo. Jo, nuk gazetari është Ore, gazeti i filmit, është shërbim. Se për shembull ky të Njeriu thua ti. vdes. Po ky kur që e i ka në mbyll mendje, goja. ky që Njeriu vdes kur nuk flet më. ky Njeriu nuk quhet i vdekur. Blero, Për shembull, duke. Naimi dhe rilindasit e tjerë apo njerëzit që kanë dhënë kontribut të madh për shembull për Shqipërinë, për Të mendimin penës. tim sot nuk janë të vdekur. Janë akoma duke folur. po jeton Ky vepra. njeri i vdekur quhet ai që nuk ka lënë një trashëgimi kulturore për vendin apo trashëgimi Materiale. Po, Blero. materiale. Pikërisht. Ti ishe që pa filluar podcasti këtu Se dhe fillon me gjithë këtë vullnet. se njerëzit na shikojnë Se ishte sëmur. nuk e din domethënë se që kamera fikur. Ti e dëgjove që ai tha jam sëmur me 38 e gjysmë. Kaloi 3 shërepore dhe tha prit. Tha ke bir tjetër? Prit tani. Më fal një minutë ta mbaroj që ta bëj domethënë atë Doli skenarin fjala tamam. tënde. Po s'ka. Tani më fal, ju i thoni domethënë që jo do vdesi gazetari. Nuk është e rëndësishme kush do vdesi në film. Më kupton se në film për shembull është fat skenari e ndron si lapsi. Ideja është domethënë që pyetja që duhet i bëni ju atij që luan rolin e gazetarit është domethënë do të thoni ç'plan ke, më kupton? Kjo vetëm Unë Mund të thoni jo, ç'plan ke për vazhdimsinë për jetën. Jo, shiko. Për alkooli arsyen që sepse konsumojnë shiko. Sot un kam marr ilaçe që janë Të forta. qetësues Kali. hormonal. Po, Erges. Në këtë rast domethënë alkooli. Të lutem se po flas me Ergesin, të lutem. Pra ka një gjë ai që kur ka filluar filmi, më kupton që në shkurta në janar, domethënë. Kam përmirësim apo Jo, përkeqësi? dëgjoj. E mbyllën orën 4:30. Dhe ka ardhur me shtim orari nga 1 orë për çdo muaj, më kupton? Derisa e mbyll në 8 në 9. Jo, është çështje, shiko, si do qoftë që të ngelemi tek pjesë e filmit, kjo është çështje perspektive, pastaj në mënyrë se si njeriu e koncepton. Po është dhe shtina. Domethënë personi në fjalë, më kupton gazetari, fle gjumë në tërë mëngjesin domethënë, tërë drekën edhe quhet në ora 8:30. Se si neve nuk duam që Dhe na- gazetari mos ta kemi në seri. Unë bëj art, artist. Dhe artistët i kanë këto Se po. kisha te E kanë një drasmangut. se kishe të vdekja si Gazetari ti ndodh një diçka domethënë, por le ta lëm surprizë tani domethënë që mos ta Në një surprizë tjetër që Atë miq fishin se duan ta kanë dëgjojnë. futur. ka. Jo, është futur. Ka surpriza, po nuk mund të për të tretë tani nuk mund të them që tamam. Që të dalë seri e tretë? Të jemi mirë në 10 orë. Kismet. Edhe një pyetje se më kanë çmendur me këtë pyetje, do hidhet në një platformë online kështu më Do vonë hidhet të mbaroj sa ta bëj gati ai. Jo, kjo është një nga pyetjet më kryesore që dhe unë Ke kam diçka? marrë, por në këtë rast për shembull se shumë njerëz dinë për shembull se Ka pas kohë ne që jemi kthej. në dialog shumë të afërt për këtë çështje me regjisorin aty dhe skenaristin, por në fakt kjo është në dorën e atij. Unë i kam të gjitha Po dhe vdekjet në dorën e Unë i këtij kam janë, të ky gjitha është. mundësitë teknike që t'i bëjmë të qarta gjëra, domethënë mos kemi këtu E bëra ne është be të lutem be mundësitë të teknike lutem. teknologjike. Bëja kamerën të lutem. Kam unë ato të gjitha në. Mundësitë teknike dhe teknologjike janë, por Po se mos dalë mendimi tim mos dalë si Triloni dhe thotë o vëlla se ne na i vodhën tani. Nuk është se kemi diskutuar në shumë gjatë domethënë këtë pjesë që bëre. Ore, ja një minutë se të them unë, mos dalë si punë e Triloni, domethënë të thua shoh vëlla se na i vodhën në Se çik. zburi ndonjë që të keqë, çu. Pas ti gjë Po mo. në fund të fundit vullnetarësh më dhe filmi s'ka më që të madhe. E kot. Ne vollën. Po miro, Tani shqiptari gjën e parë që mendon Më fal, të të bëj bjellje. Më thoni mua si ta shoh çikun se si jam nga shteti kur jepem kinema. bukur. Unë për shumë dhe i thua kollaj. Merë në WhatsApp në kamerë. Ta shikosh. Ta shikosh në kamerë. Tani për te humori, pse mos ta ndjekim radhën e punës tamam ne. Jo, më jo, aty jam dhe unë të dari dhe treta. Se pastaj po që se do ashtu ata hedhin domethënë edhe në kinemana vetëm. Ta shfaqni edhe një herë sa më shumë kinema. Kemi diskutuar dhe unë atë mendoj Dhe unë pyes çfarë më kam pyetur. Premier komerciale një herë, që është Domethënë premier tamam të ideja tëra. ime është kjo, Bleroj që do vej në kinemara një herë, në Sarandë, Po po. Tiranë, në Vlorë, në asin ku do vemi domethënë, në qoftë se e Haroj, harim që do turi. vemi të gjitha,
Dhe pasi të mbaroj do hidhet në platformë. Do të ta shtrydh një herë mirë në pjesën. Jo, nuk është për të shtrydhur, se nuk është limon. Domethënë limonin e shtrydh ai. Pra është ideja që të promovohet, për arsyeën sepse siç tha dhe Emini, tu në Gjirokastër domethënë që një turp i madh. Për arsyeën sepse domethënë erdhën vetëm 2 media dhe ato media erdhën domethënë nuk isha dakord, po erdhën me të kërkuar. Pra njërin e kërkoi një person që luante në film, ndërsa një media tjetër domethënë prapë me të kërkuar. Tani jo se është një punë domethënë që e kemi bërë neve. Po Që një je veçantë domethënë. Po jo, për vetë atë që u bë domethënë të paktën duhet të kishte një promovim. Po pra. Dhe promovimi këtu domethënë nga ana e atyre që s'ka në dorë që zero. Ne vajtëm sa vite se neve kemi fatin e madh domethënë që kemi në stafin tonë të filmit, domethënë zotrin që bën videot e që mbulon media më vete. Mbulon këto sektore domethënë. Po kaloj që Skilaqi për shembull po e pat folin që të bëj të nxjerrë videon. Edhe ndjeksa ka, më fal mbaroj. Ndjeksa ka Jo, mbaroj, patjetër. Shumë ndjeksa, edhe domethënë u përdor faqja e atij domethënë për promovim. Dhe faqet tona që s'mbeten brapa deri diku domethënë, po janë larg atij. Ndërsa media domethënë nuk u afrua fare, dhe duke qenë se media s'u afrua fare, imagjinoje për shembull te Top Channel për shembull bën një shkrim që mbeti në Facebook domethënë, pavarësisht se neve dham disa prononcime dhe disa gjëra nuk dolën fare. Tani ne unë nuk gjykoj fare, po të kishte dalë në një media të madhe, domethënë, pasi do na jepte një dritë jeshile neve, domethënë, që ajo punë të vende çik më tutje. Që në fund të fundit ne akoma nuk kemi vdekur, këtu jemi dhe për produktin që Rolsi ka prodhuar kryesisht. Jo, film tjetër. Nuk e diun për film tjetër do bëj apo do bëj ai. Nuk bën më filma me mua. Për këtë film që po flasim, domethënë ne akoma nuk kemi vdekur. Për këtë film që është akoma mundësit ne I kemi, si të vinë si mos vinë kur mos arqin, domethënë, nuk e kemi problem fare që nuk është se po I lutim, domethënë, me këtë që thomi që se erdhën dhe hajtë të vinë tani se tani dhe po erdhën, o t'i dalun kundra dio dhe themi që si dua fare. No, ato janë përshtypjet e këtia që... Por që... Kush të vi, për këtë të vi, se nuk e kuptova. Vazhdona. Ideja është këtu tani, domethënë, përveç se gjitha... Për këtë thua që në dash të vi, se kuptova. Mediat. Media ato nuk I shikoj. Jo, se duket sikur na që serdhën dhe kërkojmë ne mbështetjen a media. Jo, fare. Unë nuk I doja të vinin për arsyeën e thjeshtë sepse domethënë dia që do përfundonte kështu muhabeti. Po, një sekondë mbaj pak mendimin se kam një hallun tani domethënë. Se po e bëj paraprit domethënë se vajti ora është në vend të muli. 10:50 minuta, është 11:10. Unë përveç se dua të pi një cigar për jashtë se në ambient mbylla sipas ligjit shqiptar nuk është e lejuar pirja e cigarit. Një korrekt si gjithmonë. Jam për të vajtur te Kodra tani, se është e premte sot, këndon Muli Stavri Koxhioni. Unë do t'ju lë, do vazhdojnë me regjistoj, po vazhdojnë për filmin. Do mbarojmë gjithë me ja, do bëjmë një... I kau. Nuk ka... Ikën Muli mua, ora 11 sa duhet e unë 12 minuta, shna bën kota. Është... 2 fjalë të fundit lutem regjizor, para se na mbyllim. Është nga sheshi në Pazare që distancë shumë e largët, më kupton dhe Muli është oksigjeni. I Emini. Po, sepse ati mbaron tani oksigjeni, ke birë tjetër? Ti të vi turp. Ke... Ti të vi turp. Sepse duhet të është mirë dhe oksigjeni pse... Sepse, si që bërëm ne filmin, ata qunat aty të Kodra, po janë film më vete. Janë I vetmi grup që mëson në jug të Shqipërisë, që këndojnë zhanre të ndryshme të muzikës që nuk ka shans, nuk ka ngolo njeri do me thënë të dali ta bëjë si që bëjnë ata. Dhe Turp TV do me thënë dhe këtu mediave dhe pjesëve të tjera qeveritare, organizative të kulturore që nuk I marrin që të ndihmojnë. Jo, ata janë më të mirët me atë që bëjnë, kur ndërkohë janë më të shkelurit krahasimisht me të tjerët që nuk e bëjnë punën si duhet. Kaq isha unë kasja me Iku Muli. Pse shkelen? Iku Muli. Faleminderit. Siç e shikoni kemi 4 mikrofona sot dhe për të falenderim më madhësh për juve. Sot kishim Rolls Çelon, jemi Gogadarin, Blerim Topulli, Erges Ajdini dhe Menja Fizik. Dhe Menja person fizik pa kontutje. Person fizik me serin e 4. Episodet e